Aksidentoi një person dhe u largua nga vendi ngjarjes, arrest në shtëpi për punonjësin e policisë. Agjentët e AMP-s në Korçë kanë zbatuar vendimin e gjykatës ndaj një punonjësi policie me detyrë oficer në patrullën e përgjithshme në komisariatin e Korçës. Ai akuzohet se aksidentoi një person dhe u largua nga vendi ngjarjes. Ndaj tij është caktuar mas arrest në shtëpi. Agjencia e mbikëqyrjes policore rajoni Elbasan Korçë ka ekzekutuar urdhrin e prokurorisë për zbatimin e vendimit të gjykatës apelit përgjithshëm e cila ka vendosur caktimin e masës së sigurimit personal, arrest në shtëpi ndaj punonjësit policisë JR me detyrë oficer i patrullës përgjithshme në komisariatin e policisë Korçë pranë DVP Korçë i dyshuar për veprën penale mos dhënie ndihmë, largimi nga vendi i aksidentit dhe shkelja rregullave të qarkullimit rrugor. Vendimi ndaj tij është marrë pasi në datë 3/3/2025, duke drejtuar mjetin e tij në aksin Hoxhisht-Pilisht, është përfshirë në një aksident rrugor me pasojë plagosjen e shtetasit DG dhe më pas është larguar nga vendi i ngjarjes, duke mos i dhënë ndihmë të aksidentuarit dhe duke mos njoftuar organet e rendit, thuhet në njoftimin zyrtar.